Lëvizjen vetëvendosje për ta bërë qeverinë e re. Për këto do të flasim më vonë në studio, por fillimisht emisionin do nisim me një reagim gjatë të qeverisë së Kosovës sa i përket mos shkuarjes së kryeministrit Kurti në objektin e prokurorisë speciale për t'u marrë në pyetje lidhur me rastin e rezervave shtetërore. Ka qenë një reagim i gjatë i zyres së kryeministrit, të cilin do ta lexoj në plotni. Këto ditë është ngritur një debat publik mbi një çështje që nuk duhet të ishte politizuar, dhënia dëshmisë së kryeministrit në lidhje me rezervat shtetërore. Gjatë kësaj kohe jemi përballur me një val dezinformatash dhe përpjekjesh për të sajuar një perceptim të rrem mbi këtë proces. Prandaj është e rëndësishme të sqarojmë faktet dhe të mbrojmë parimet e një shoqërie të drejtë demokratike. Mos reagimi ynë i deritanishëm nuk ka qenë mungesë vëmendje, por respekt për procesin ligjor që duhet të zhvillohet pa ndërhyrje të jashtme, sidoqoftë është bërë qartë se po përballemi me një orvatje të hapur për të manipuluar dhe hutuar opinionin publik. Duam të jemi të qartë, kryeministri Kurti asnjëherë nuk ka refuzuar të dëshmojë, përkundrazi ka ofruar bashkëpunim plot për të ndihmuar drejtsinë të kryej punën e saj me integritet. Ka dishmëria dhe vullneti për të dhënë dëshmi është ofruar në disa raste dhe në kohë të ndryshme në zyrën e kryeministrit. Në të gjitha demokracitë e zhvilluara përfshirë Shqipërinë dhe Francën është praktik standarde që zyrtarët e lartë shtetit të dëshmojnë nga zyrat e tyre për të ruajtur diskrecionin dhe për të shmangur politizimin e proceseve ligjore. I njëjti parim është zbatuar edhe në Kosovë, së paku në rastin e 2 kryeministrave dhe madje të zëvendës kryeministri aktual. Atëherë, pse në këtë rast po bëhet përjashtim? Pse ky insistim i panevojshëm për një formalitet procedural që nuk ka ndikim në thelbin e çështjes? Kryeministri vazhdon të jetë i gatshëm të dëshmojë sa më shpejt, aq më mirë për qëllime të drejtësisë e respektimit të institucioneve. Qeveria jon ka sjellë reforma të mëdha veçanërisht në transparencën qeveritare dhe luftën kundër korrupsionit, të cilat janë njohur dhe vlerësuar nga organizatat e pavarura ndërkombëtare si Transparency International. Ne mbështesim me fuqishëm pavarësinë e sistemit gjyqësor, por refuzojmë përdorimin e tij si një mjet për përfitime politike. Asnjëherë në Kosovë në pas luftës nuk ishte më shumë përpjekje për të reformuar drejtësinë, nisur nga pakuja ligjeve kundër korrupsionit deri te byroja shtetërore për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme. Me të gjitha përpjekjet për të ndalur reformimin e shumë kërkuar të Këshillit Prokurorial të Kosovës e për të zhdukur korporatizmin në këtë sistem, reforma do bëhet dhe jetësohet. Nuk është dhe nuk duhet të jetë detyrë e cili do, sidomos e dhoma tregtare ekonomike, të japin opinionin ligjor apo të ndikojnë në proceset gjyqësore. Bizneset dhe organizatat ekonomike kanë një rol të rëndësishëm në zhvillimin e vendit. Qeveria ka qenë një aleate forte punës së tyre, duke ofruar stabilitet institucionale politik dhe duke nxitur rritjen ekonomike, cila ka quar në dyfishimin e investimeve të huaja direkte gjatë 4 viteve të fundit. Ata që kërkojnë ta keqpërdorin këtë çështje për qëllime politike duhet të gjejnë mënyra të ndershme për të sfiduar qeverinë përmes ideve dhe politikave që i shërbejnë qytetarëve. Zyra e kryeministrit mbetet e hapur dhe bashkëpunuese me çdo institucion që vepron në përputhje me parimet e drejtësisë dhe panshmërisë, thuhet në këtë reagim të gjatë të zyrës së kryeministrit Kurti, teksa pra ka dhënë disa sqarime sipas tyre sepse Kurti refuzon të shkojë në objektin e prokurorisë speciale, teksa mohon se ka refuzuar dëshminë, por që ajo kërkohet të bëhet në zyrën e tij në qeverinë e Kosovës.